Rrjeti i vaditjes në fushën e Dropullit ka pësuar dëmtime të theksuara gjatë 3 dekadave të fundit. Megjithatë, nuk ka arrestur përpjekjet për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e këtij rrjeti. Tashmë, nga 19 rezervuar që disponon kjo njësi vendore, 7 prej tyre janë funksional. Kanalet vaditëse në Dropull në sipër nga rezervuari i Pepelit deri në Rrugucat u janë nështruar rikonstruksionit, ndërsa fermerët si vjet kanë mbjellë më pak misën në krahasim me vitin e kaluar. Do vit fillon nga data 10 qershor, varet dhe nga koha si shkon. Si vjet të tëra liqenet gati, përveç njërës që ka 7% që është ajo Nikola Dritës që quhet, të tëra janë në nivelin maksimal. Nga bashkia po punohet dhe investohet në një kanal kryesor që drejt nga Pepeli, është gati 800 metra ajo V1, edhe shtrohet me beton dhe kështu, edhe përveç asaj edhe në Bodrisht kemi një shkarje të V1-shit nga 10-12 metra dhe ajo është duke përfunduar. Ndërsa kanalet e tjera V2 dhe V3 pastrohet nga vetë fermerët. Ka filluar pastrimi i tyre. Jemi në gatishmëri të plot, si vjet kanë mbjell pak më pak se vitin e kaluar misër. Nuk e prisnim këtë. Pse? Sepse kanë mbjell shumë sipërfaqe me grur. Ata e kanë parë tregu, nuk e di. Po, dhe deri tani janë në gjendje të mirë, ne jemi gati për çdo gjë. Ndërsa rikonstruksioni i rezervuarit të Pepelit do të fillojë me përfundimin e sezonit të vaditjes, pasi nuk premtojnë afatet kohore. Rezervuari i Pepelit do të fillojë nga fundi i ngushtit pasi mbar vaditje. Ajo është e për të bërë, po nuk u lejuar me marrëveshje që të mos pengonim vaditjen, mos pengonim bujqësinë. Njëkohësisht, ditën e nesërme, përfaqësuesit e drejtorisë vendore të bujqësisë do të informojnë anëtarët e Këshillit të Bashkisë për masat e marra para fillimit të sezonit të vaditjes.